Minj transgjinor, synetlik dhe prokurime publike në Serbi. Trump liston se ku shkojnë fondet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të luftuar më të inflacionin, jo vetëm që do të ulim kostot e energjisë, por do të japim fund shpërdorimit flagrant të dollarëve të taksa paguesve. Ky ka qenë edhe presidenti i Donald Trump që përçoi gjatë një fjalimi të tij në një konferencë të mbajtur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se për këtë qëllim ka krijuar Departamentin e ri të efikasitetit të qeverisë Deutsche. Ndoshta keni dëgjuar për të, ndoshta e cila drejtohet nga Elon Musk, i cili është në galeri sonte. Faleminderit Elon, ai punon shumë fort. Ai nuk kishte nevojë për këtë, ai nuk kishte nevojë për këtë. Faleminderit shumë, e vlerësojmë. Të gjithë këtë, edhe kjo palë e vlerëson, besoj, tha ai. Mëtej ai foli edhe për zbulimet që kishte bërë dhe abuzimet me fondet. Ata thjesht nuk duan ta pranojnë këtë, vetëm dëgjoni. Derisa nga mbeturinat e tmerrshme që keni identifikuar tashmë, 22 miliard dollar nga HS për të siguruar strehim dhe makina falas për të huajt e paligjshëm, 45 milion dollar për bursa për diversitet, barazi dhe përfshirje në birgami, 40 milion dollar për të përmirësuar përfshirjen sociale dhe ekonomike të migrantëve. Askush nuk e di se çfarë janë 8 milion dollar për të promovuar LGBTQI+. Në kombin afrikan të Lesotos, për të cilin askush nuk ka dëgjuar ndonjëherë, 60 milion dollar për popujt indigjen dhe fuqizimin e afro-karaibeve në Amerikën Qendrore, 60 milion dollar, 8 milion dollar për t'i bërë minj transgjinor. Kjo është e vërtet. 32 milion dollar për një operacion propagandistik të krahut të majt në Moldavi, 10 milion dollar për rreth prerjen e meshkujve në Mozambik, 20 milion dollar për rrugën e Sesamit Arabe në lindjen e mesme, është një program, 20 milion dollar për një program. 9.1 milion dollar për komitetin e krijuar së fundmi për dekarbonizimin e shtëpive i kryesuar, dhe ne e dim se ajo është e përfshirë vetëm në momentin e fundit. Parat u kaluan nga një grua e quajtur Stacey Abrams. E keni dëgjuar ndonjëherë për të? Një kontrat konsulencë prej 3.5 milion dollarësh për monitorimin luksoz të peshkut, 1.5 milion dollar për besimin e votuesve në Liberi, 14 milion dollar për kozimin social në Mali, 59 milion dollar për dhomat ilegale të hoteleve të huajve në New York City. Ai është një zhvillues i pasurive të paluajtshme. Ai është bërë shumë mirë, 250.000 dollar për të rritur inovacionin vegan të veprimit lokal të klimës në Zambia, 42 milion dollar për ndryshime sociale dhe të sjelljes në Ugandë, 14 milion dollar për përmirësimin e prokurimit publik në Serbi, 47 milion dollar për përmirësimin e rezultateve të nxënit në Azi. Azia po ecën shumë mirë me mësimin. Ju e dini se çfarë po bëjmë, mund ta përdorim vetë. Dhe 101 milion dollar për DEI, kontratat në Departamentin e Arsimit më të paguarat ndonjëherë. Asgjë si kjo, tha ai, duke listuar gjetjet. Në administratën e Trump të gjitha këto mashtrime, tha ai, duke shtuar se e kanë shumë më keq, nuk do të ekzistojnë më. Shumë të tjerë janë zbuluar dhe ekspozuar dhe përfunduar me shpejtësi nga një grup njerëzish shumë inteligjent, kryesisht të rinj, të kryesuar nga Elon Musk, dhe ne vlerësojmë këtë. Ne gjetëm qindra miliona dollar mashtrime dhe ne kemi marrë mbrapsht parat dhe kemi ulur borxhin ton për të luftuar inflacionin dhe gjëra të tjera, duke marrë mbrapsht shumë nga këto para. Ne kemi marrë kohë. Ky është vetëm fillimi, tha Trump.